Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Departamenti Amerikan I Shtetit shpreh shqetësimin se Maqedonia ende nuk I përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikut të qenieve njerëzore. Në njoftim thuhet se autoritetet e Maqedonisë së Veriut po bëjnë përpjekje të konsiderueshme, por vendi ende nuk I përmbush plotësisht standardet. Përpjekjet përfshin hetimin e më shumë rasteve të dyshuara të trafikimit dhe ndjekjen penale të më shumë të akuzuarve. Fondet u ndan për një fond kompensimi për viktimat, u formua një komision për të gjykuar rastet dhe krijuar një grup të mbijetuarish për të dhënë rekomandime për përpjekjet kundër trafikut, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Vjen përplasje në distancë mes partive politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut në prag dhe të zgjedhjeve të fundit vendore. Kandidati për kryetar I komunës Çajirit, Bujar Osmani, në një konferencë për media paralajmëroi një kthesë radikale në menaxhimin e komunës me qëllim të qartë për çrënjosjen e përfundimtare të korrupsionit I cili siç theksoi ai, po e ha komunën dhe po I ha paratë e qytetarëve dhe po I shndron taksat e tyre në përfitime për individ. Një rënje e kalbur që me 19 tetor do ta presim dhe do ta shkatrojmë. E kjo është korrupsioni I thellë dhe I rënjosur në komunën e Çajirit. Korrupsioni po e ha Çajirin, po I ha paratë e qytetarëve, po I ha mjetet për projekte që duhet të jenë në interes të qytetarëve, ndërsa pushtetarët dhe përfituesit pasurohen mbi kurrizin e tyre dhe nga tatimet e tyre. Në fjalimin e tij, Osmani paraqiti dhe planin syri qytetarit, të cilin e vlerësoi si mekanizmin më të fuqishëm kundër korrupsionit. Do ta kthejmë komunën në duart e qytetarëve. Do të themi të gjithë bashk, stop korrupsionit në Çajir. Do të ndërtojmë një komunë që do të jetë shembull për gjithë Maqedoninë e Veriut, moderne, efikase dhe transparente. Unë jam gati, ekipi është gati dhe e di se edhe ju jeni gati për ndryshimin që e meritojmë. Kandidati I vlen për Çajirin Izet Mexhiti vjon akuzat e BDI-s për lidhjet me botën serbe. Para të pranishmëve, Mexhiti deklaroi se kandidati I opozitës për Çajirin ka qenë 11 herë në Beograd dhe asnjëherë në Prishtinë. Daka Davidović, pra prej 80 komunave zgjodhi komunën e Tetovës. Kompanitë e kazinove nën tokës serbe nëpërmjet Artan Grupit I ke gjithandej në përvendbanimet shqiptare. Flas për Mozart Admiral që bazën e kanë në Serbi. Radočići me kredite shpejta që ishte protagonisti kryesor I ndarjes së Mitrovicës së Veriut, që u largu nga qeveria e Albin Kurtit u shport me kredite shpejta, vend I ofroi ministri I financave nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Edhe sot pra banka serbe, Alta Banka, vjen nëpërmjet zotit Ahmeti, nëpërmjet familjarëve të tij, dhe kjo flet qartë që kjo nuk është rastësi, po kjo është strategji dhe tash pohën të qarta edhe pozicionimet pro-serbe të bujarit për Mitrovicën e Veriut. Deklaroi Izet Mexhiti, zëvendës kryeministri I Republikës Maqedonisë së Veriut. Rajoni. Departamenti Amerikan I Shtetit rikonfirmon pezullimin e dialogut strategjik me Kosovën. Ritheksohen shqetësimet e Washingtonit mbi veprimet e qeverisë në Prishtinë. Ne ja kemi shprehur shqetësimet tona drejt për drejt kryeministrit dhe kemi bërë qëndrimin e qeverisë së Shteteve të Bashkuara plotësisht të qartë. Ato do të jenë gjithmonë një mik I ngushtë I popullit të Kosovës dhe ne jemi plotësisht të përkushtuar ndaj partneritetit ton, deklaroi zëdhënësi I Departamentit Amerikan të Shtetit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës theksojnë se kërkojnë bashkëpunim të ngushtë me institucionet e Kosovës, por sipas deklaratës, ky bashkëpunim duhet të bazohet në shmangjen e veprimeve që rrezikojnë stabilitetin në rajon. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, vlerësimet për veprimet e qeverisë në Prishtinë do të vazhdojnë, ndërsa aktualisht nuk ka zhvillime të reja për të njoftuar në këtë drejtim. My full legal name is James Peter Covey, but I'm known professionally and to my friends as Jack Covey. Thank you. Jack Covey, zëvendësi I përfaqësuesit special të sekretarit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Bernard Kouchner, është dëshmitari I radhës në Hag në mbrojtje të ish-presidentit Kosovës Hashim Thaçi. Zëvendësi Kouchner në dëshminë e tij tha se nuk e ka parë asnjëherë Hashim Thaçin të ketë pasur kompetencë ose ndikim të drejtë për drejtë mbi UÇK-n. Dëshmia e tij vjen pasi në gjykat u dëgjuan dëshmia e ish-sekretarit amerikan të shtetit James Rubin dhe ajo e këshilltarit ligjor të ekipit të Kosovës në Rambuje, si dhe dëshmia e ish-diplomatit britanik John Stuart Duncan.
Nga data 12 tetor ndryshon kufizimi i lëvizjes në vendet e zonës Schengen. Policia e Kosovës thotë se do të hyjë në fuqi Entry-Exit System, një sistem i ri digital i Bashkimit Evropian për regjistrimin e hyrjeve dhe daljeve të udhëtarëve. Ky sistem vlen për të gjithë shtetasit jo Bashkimit Evropian, përfshirë qytetarët e Kosovës të cilët udhëtojnë drejt vendeve të zonës Schengen. Në këtë mënyrë nuk do të ketë më vula në pasaport dhe regjistrimi do të kryhet në mënyrë digjitale. Do të regjistrojnë automatikisht hyrjet dhe daljet nga Bashkimi Evropian. Sistemi do të përfshijë gjurmët e gishtërimve dhe fotografinë e secilit udhëtar. Policia apelon për kujdes dhe informim të merrshëm nga qytetarët në mënyrë që procesi i kalimit kufitar të jetë më i shpejtë dhe pa vonesa. Ministria e Punëve të Jashtme e Malit të Zi dërgoi një notë verbale ambasadës Kosovës në Podgoricë. Shkaku bën të shtënat marrëmzjarre që dyshohet se erdhën nga pjesa e Kosovës në zonën pranë qendrës malazeze të skijimit afër kufirit mes dy shteteve. Nga organet kompetente të Republikës Kosovës është kërkuar që të identifikojnë dhe të procedojnë autorët e këtyre incidenteve, si dhe të njoftojnë Malin e Zi për të gjitha masat dhe veprimet e ndërmarra, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Malit të Zi. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shqetësimet e Departamentit Amerikan të Shtetit për informalitetin e lartë në sektorin e biznesit, korrupsionin si dhe pengesat për investitorët e huaj janë adresuar në programin 3 vjeçar të qeverisë shqiptare. Në këtë mënyrë është përgjigjur ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj, çështjeve të ngritura nga qeveria amerikane në raportin e saj të fundit. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit tha se është një plan 3 vjeçar i përgatitur nga qeveria që do të miratohet në bashkëpunim me aktorët e tjerë, Bankën e Shqipërisë dhe sektorin bankar. Në 4 vjeçarin e ardhshëm, edhe sa i takon paras në qarkullim paras pra jashtë sistemet bankar, po edhe sa i takon reduktimit të informalitetit, ne do të kemi një plan agresiv masash për reduktimin e përdorimit të keshit në ekonomi. Është një plan 3 vjeçar, i cili tashmë është i përgatitur nga qeveria. Do të miratohet në bashkëpunim me të gjithë aktorët në treg, që përfshin sigurisht Bankën e Shqipërisë. Sipas Delina Ibrahimajt, masa do të synojë luftën kundër ekonomisë informale, forcimin e konkurrueshmërisë së bizneseve dhe përmirësimin e klimës së investimeve në vend. Përmjet këtij plani dhe nëpërmjet reduktimit të përdorimit të keshit në ekonomi, do të arrijmë që të kemi reduktim të ekonomisë informale që do të garantojë një konkurrueshmëri më të lartë dhe një treg më të mirë për zhvillimin e sektorit privat në vend. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shpreh shqetësimin se në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit flitet për një narkoekonomi ku nuk ka asnjë investim të huaj. Sipas Berishës, në Shqipëri ka 10 vite që nuk numërohen as me gisha investitorë serioz dhe perëndimor, sepse ata janë zëvendësuar nga narkotrafikantët dhe paratë e tyre. Kompani të mëdha botërore gjatë këtyre viteve u larguan nga Shqipëria. I kujtoj këtu se të gjitha akset rrugore të mëdha nga Hani i Hotit në Gjirokastër u ndërtuan nga kompani ndërkombëtare me reputacion të madh. Rikujtoj këtu se zbarkuan në Shqipëri gjigant si Shelli, pavarësisht rezultatit, por shpenzojnë mbi 1 miliard euro në shpatet e Shpiragu dhe në zona tjera në kërkim të naftës. Kompani të tjera në real estate kishin projekte 1 miliard e gjysmë dollar investime dhe ato u larguan nga Shqipëria që gjitha sepse u zëvendësuan nga përfaqësuesit e karteleve të drogës. E ngarkuara me punë shëbaz në ambasadën e Tiranës, Nancy Venhor në takimin e ministrit e ri për marrëdhënie me parlamentin Toni Gogu, konfirmoi takimin dy palësh ku është diskutuar për shpenzimet në fushën e mbrojtjes dhe mekanizmat e shqyrtimit të investimeve që SHBAT i konsiderojnë thelbësore. Venhor i bëri me dije Gogu se këto fusha janë me interes edhe në paraqitjen e një fronti të përbashkët kundër kundërshtarëve për të mbajtur të dy vendet të sigurta. Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu takon në Varshavë homologun Vlaslej Kosinjak-Kamys dhe diskutojnë fuqizimin e kapitalit njerëzor dhe rritjen e kapaciteteve prodhuese në industrinë e mbrojtjes. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Vengu shpreh se Polonia është një aleat i qëndrueshëm i procesit antarësimit të Shqipërisë në BE. Ram dakord për një intensifikim të bashkëpunimit mes dy ministrive të mbrojtjes në dy element kyç, fuqizimi i kapitalit njerëzor dhe rritja e kapaciteteve prodhuese. Mirënjohës Polonisë për mbështetjen e pakursyer dhe për vëmendjen dashamirëse në funksion të stabilitetit dhe sigurisë në Europën Juglindore, komenton përmes rrjeteve sociale ministri i mbrojtjes Piro Vengu. Rreziku i goditjeve nga jashtë dhe rreziku i përkesimit të ekonomisë në vend janë klasifikuar nga sektori bankar në Shqipëri si dy rreziqet kryesore sistemike. Vlerësimi për rrezikun e goditjeve nga jashtë paraqitet më i lartë në krahasim me periudhat e mëparshme. Për sa i takon zhvillimeve të brendshme, rreziku lidhur me luhatin e vlerës së pasurive të paluajtshme ka vijuar të mbetet në grupin e rreziqeve kryesore dhe perceptimi rreth tij është rritur më tej.
Dinamikat e kohëve të fundit në tregun e pasurive të paluajtshme dhe rritje vazhdueshme e çmimeve ka rritur shqetësimin e bankave lidhur me ecurinë e ardhshme të tyre në kushtet, kur një pjesë e konsiderueshme e portofoleve të kredis është e ekspozuar me aktivitetin e këtij tregu. Pavarësisht zhvillimeve dhe sfidave të momentit, situata e mirë financiare e sektorit bankar dhe likuiditeti i bollshëm ka bërë që besimi i bankave në qëndrueshmërinë e sistemit bankar në të ardhmen do të mbetet mbi nivelin mesatar dhe i pandryshuar. Pagesat e taksave të makinave për qytetarët në Shqipëri tani mund të bëhen online dhe përmes portalit i Albania. Njoftimi është bërë i ditur përmes rrjeteve sociale nga kryeministri i Shqipërisë. Në videon e shpërndar nga Edi Rama theksohet se kjo risi do të sjellë kursimin e 11.500 ditëve të punës, do të kursojë qytetarëve mbi 4.7 milion kilometra rrugë dhe 331.000 litër karburant. Bota. Shëbadhi Izraeli japin sinjale pozitive për arritjen një marrëveshje në Gaza. Mbrëmjen e së martës në Shtëpinë e Bardhë në Washington, presidenti Shëbaz dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu folën për planin me 20 pika të Trump për dhënien fund të luftës. Netanyahu përkrau publikisht planin edhe pse ai ende nuk është i firmosur. Mes pikave kryesore bie në sy militarizimi i Gazës, lirimi i pengjeve, një amnisti ndaj anëtarëve të Hamasit, si dhe ngritje një qeverie të përkohshme teknokrate palestineze që do të jetë në mbikëqyrjen e atij që në dokument quhet Bordi i Paqes, i cili do të udhëhiqet nga Donald Trump. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. Nëse Hamasi nuk do të pranojë planin e propozuar, presidenti amerikan tha se do të përkrah vijimin e sulmeve të armatosura të ushtrisë së Izraelit, ndërsa Netanyahu tha se në këtë skenar Izraeli do të përfundojë punën i vetëm. Antarët e kabinetit qeveritar të Netanyahut në Izrael shprehen kundërshtim ndaj planit të paqes së Trump. Bashkimi Evropian mirëpret planin e Donald Trump për t'i dhënë fund luftës në Gaza. Presidentja e Komisionit Evropian von der Leyen tha se BE është gati të kontribuojë. Ne inkurajojmë të gjitha palët që ta shfrytëzojnë këtë mundësi, shkruan në rrjetet sociale presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Aktet luftarake shton ajo duhet të ndalen duke siguruar menjëherë ndihmë humanitare për popullsinë e Gazës dhe duke liruar të gjitha pengjet. Një zgjidhje me dy shtete mbetet e vetmja rrugë e mundshme drejt një paqeje të drejtë të qëndrueshme në linjën e mesme ku populli izraeli dhe ai palestinez të mund të jetojnë krah për krah në paqe dhe siguri, të lirë nga dhuna dhe terrorizmi, përfundon reagimin e saj presidentja e Komisionit Evropian. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte më thiri për ta mbrojtur më mirë hapësirën ajrore të aleatëve, duke folur për krah presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Mark Rutte tha se kemi parë gjatë javëve të fundit se çfarë ka ndodhur me dronët në Poloni, MiG-31, avion luftarak në Estoni, por dhe çfarë po ndodh tani në Danimark. And we have seen over the last couple of weeks what happened with the drones in Poland, the MiG-31s in Estonia, but also what is happening now in Denmark. Rutte mbështeti idenë e ndërtimit të ashtu quajturit mur të dronëve për ta mbrojtur më mirë hapësirën ajrore europiane, duke cilësuar atë si gjën e duhur dhe të domosdoshme. So we need to protect our skies. So the drone wall initiative is timely and necessary. Ndërsa von der Leyen premtoi veprime të menjëhershme për krijimin e murit të dronëve. Europe must deliver a strong and united response to Russia's drone incursions at our borders. And that is why we will propose immediate actions to create the drone wall as part of the Eastern Flank Watch. We must move together forward with Ukraine and with NATO. Europa duhet të japë një përgjigje të fortë dhe të bashkuar ndaj depërtimeve të dronëve rus në kufi tan, tha presidentja e Komisionit Evropian. Gjermania paralajmëron se Rusia po bëhet kërcënim gjithnjë më i madh për NATO-n. Reagimi erdhi nga ministri i mbrojtjes i Gjermanisë Boris Pistorius gjatë një vizite në Poloni dhe Lituani, një kohë kur tensionet janë të larta në krahun lindor të aleancës ushtarake për shkak të shkeljeve ajrore nga dronët rus. Duke folur në forumin e sigurisë në Varshavë, Pistorius tha se Moska po teston aleatët e NATO-s me shpeshtësi dhe intensitet në rritje. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin po përpiqet me qëllim ta minojë sigurinë europiane dhe integritetin territorial të kombeve tona europiane, theksoi Pistorius. Ai kërkon t'i provokojë shtetet anëtare të NATO-s, ai dëshiron t'i ekspozojë dobësitë brenda aleancës son, tha ministri i mbrojtjes i Gjermanisë Boris Pistorius. Operatorët të survejimit punojnë në bord të një avioni mbikëqyrës mbi hapësirën ajrore të Polonisë si pjesë e misionit të ri të NATO-s Roja Lindore. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.